unë kam ardhur pikërisht këtu për të parë procesin e prodhimit të opingës dhe për të biseduar pak me prengën se si vazhdon ta mbaj gjallë një mjeshtëri të tillë edhe sot. Pasioni, pa diskutueshëm, lini një ide nga profesorë që kemi pas në shkollë, se kemi marrë shkollën në Tiranë bashkë me ikun tim, ai lindi edhe pse nuk vazhdon, tha, para 7 viteve ishte kjo. Pse nuk e vazhdon, thash, diçka që e bukur dhe fillova. Fillova herë, kuptohet se diçka e re, gjithmonë ka të vështirësitë e veta të prodhu modele, atëra arrita deri në perfekcion. Pra ju në fillim keni qenë në një shkollë profesionale për prodhim për këpucar, prodhim riparim këpucësh. Po, prodhim këpucësh. Që në çfarë moshe jeni marrë me këtë zanat? 16 vjeç kemi marrë shkollën. Që 16 vjeç. Kemi marrë shkollën 16 vjeç për këpucë me porosi. Kam punu vite, pata një ndërprerje, nëse ne erdha këtu i shoku para 8 viteve, e vazhdova. Vazhdova dhe këtë pasion që thash ma kujtoj profesori që e përshëndes shumë.